Jemi rikthyer sërish së bashku në transmetimin tonë të drejt për drejt. Mirë se erdhët në orën 21 në ekranin kombëtar të lajmit Klan News dhe siç u thash edhe në përfundim të hapësirës tjetër, do të flasim tani për disa zhvillime ndërkombëtare që kanë të bëjnë me ato se çfarë po ndodh në Ukrainë. Ka patur sulme me 2 persona të cilët kanë humbur jetën, siç e keni njohur gjatë gjithë ditës edhe përmes kronikave tona në ekranin kombëtar të lajmit Klan News, po nga ana tjetër ka edhe përpjekje të cilat duket se vazhdojnë siç ndodhi në fundjavë, për shembull të Lampas në Miami të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku pati takime mes përfaqësuesve amerikanë me përfaqësuesit rus, përfaqësuesve amerikanë dhe përfaqësuesve ukrainas, teksa duket e pamundur për momentin një takim trepalësh. Por nga ana tjetër ka një retorik të ashpër dhe një tension në rritje mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Venezuelës. Presidenti Donald Trump ka deklaruar se nëse Nicolas Maduro tenton të reagojë ndaj SBA-ve, do të jetë reagimi i tij i fundit dhe ky në mediat ndërkombëtare u lexua si një kërcënim i hapur. Gjitha këto zhvillime kanë kënaqësinë që në vazhdim të diskutojmë me profesorin e asociuar, me zotin Xhavid Shala, ekspert i njohur i çështjeve të sigurisë. Profesor, gjithmonë kënaqësi kur vini. Faleminderit për pjesëmarrjen. Faleminderit për ftesën. Fillimisht çfarë po ndodh në Ukrainë dhe a është utopike u a bëj shpesh këtë pyetje që të pretendohet se mund të ketë paqe ku nga ana tjetër vazhdojnë sulmet dhe nga ana tjetër edhe në fjalimin e fundvitit Putin pati një deklaratë të fortë dhe kërcënuese duke deklaruar se ne nga vijat e pushtuara nuk heqim dorë dhe nga ana tjetër vetëm nëse bëhen zgjedhje në Ukrainë dhe largohet Zelenski, që kjo më pas është parë nga ekspertë ndryshëm si një tentativë e tij për të futur rrymë proruse në qeverisin e vendit, vetëm atëherë mund të përfundojë lufta. Synimet e Putinit janë të qarta. Ai don me çdo kusht, pavarësisht se don të kapë ato territor, por synimi i tij është kapi gjithë Ukrainën. Nëse nuk arrin dot ta pushton ato territor, ai don një qeveri proruse në Ukrainë. Pra, kërkon rrezimin qoftë me zgjedhje apo në çdo lloj mënyre rrezimin e Zelenskit. Gjithsesi, nuk është se i ka hecur ashtu siç ai ka dashur. Domethënë, lufta tashmë përpjeket po bëhen në 2 fronte kryesore. Raportet midis Rusisë dhe Ukrainës mund t'i vlerësojmë në 2 fronte kryesore. Para në frontin e BTS, ku të 2 palët po godasin njëri tjetrin, po godasin shumë fort, domethënë ruset kanë hapur tashmë kanë përqendruar goditjen edhe në Odesa, në portin e Odesës. Pra synimi është që të shkatrojnë atë zonë për ta përgatitur ata synojnë, ka zërat që ata synojnë edhe Odesën. Pra, për t'ja mbyllur çdo lloj dalje në detin Ka qenë dëshirë vjetër kanë përshtypjen, ne kemi diskutuar edhe së bashku portin e Odesës, sulmet, dëshirën e Putin për ta marrë si një pikë nevralgjike do të thënë të Ukrainës. Edhe ka një shqetësim nga Ukraina se po përqendron shumë goditjen ndaj infrastrukturës në Odesë. Edhe nga ana tjetër në front ata nuk është se kanë bërë përparime të dukshme. Ke parasysh që kur shkoi delegacioni amerikan në Rusi, ata me të madhe thanë që kemi marrë Pokrovskin. Po Pokrovskin nuk e morën dot edhe tashmë nuk ka burime të konfirmuara që e kanë marrë. Domethënë, pra është pjesë e retorikës, pjesë e propagandës të luftës. Nga ana tjetër edhe Ukraina ka shkaktuar dëme të mëdha në infrastrukturë, edhe në infrastrukturën strategjike. Para disa ditësh dronët e Ukrainës goditën në thellësi 2 sisteme S-400 antiraketore që janë nga më të përparuarit që ka Rusia, arritën të asojnë. Nga ana tjetër Ukraina ka zgjeruar fushën ku ajo ka mundësi të godas, ka goditur në detin Mesdhe, pra ka goditur një cistern transportuese nga këto të flotës hije të Rusisë. Kjo po tregon edhe goditje tjera në detin e Zi, kjo po tregon që po hapet edhe jashtë, edhe shumë larg vijave të frontit, po bëhet betejë. Dhe kjo tregon eficiencën dhe forcën e Ukrainës. Nga ana tjetër, partje u dha njoftimi për vrasjen e një generali, edhe kjo është një tregon që shërbimet e inteligjencës, megjithëse nuk është marrë përsipër as nga shërbimi i Ukrainës, por edhe rusët nuk është se kanë konfirmuar plotësisht, por disa është një atentat i kësaj natyre, kështu të dalin nga hetimet që po vazhdojnë. Pra, nëse ata po esin në front me metra, shërbimi ukrainasit po mbrojnë frontin, po e mbrojnë, duke edhe ato pak metra që po marrin ruset, po konsumojnë shumë nga forcat e tyre. Po kjo është nga dalësimi i ditëve të fundit, se gjithë rajoni i Donetskut, pra Donetsku, Luhansku, rajoni i Donbasit, ka një epërsi të madhe të forcave ruse drejt territorit të Ukrainës, profesor. Ka epërsi, por nuk është se kanë hes, nuk është, shiko, po a di ka qyme epërsinë, ashtu siç kishin llogaritë ata që për 2 javë shkojmë në Kiev. Dakor, ajo paqe nuk e bënin dot se lufta për 2 për disa javë bën 4 vite, por sidoqoftë me atë shpejtësi që po ecin ata
me ato territore, po aq apo ecin ata, do t'i duhen paktën një vit e gjysmë deri në dytë që të marrin këto që pretendojnë, pra zonën e Donetskut. Pra të kenë të gjitha në kontroll. Që të kenë paktën këto territore që kanë përfshirë në kushtetutën e tyre. Pra, kështu që ndërsa nga ana tjetër shenjat mirë është që edhe në frontin diplomatik ka përparime. Domethënë, pavarësisht se Rusia e bën vetëm për mos u etiketuar që nuk kërkon paqe, po vazhdon bisedimet duke nxjerr vazhdimisht pretendime të reja. Fundjava ishte një përmendet ju shumë intensive, domethënë delegacioni Ukrainas me delegacionin amerikan, me profesuesit evropian, se janë përfshirë shumë evropianët. Dakor, po intensive me çfarë efekti, me çfarë rezultati, se mund të bësh shumë bisedime intensive, po kur sulmet vazhdojnë dhe vriten akoma njerëz. Po është taktika ruse, është kjo që edhe kjo është bërë qartë që nuk do ketë armë pushim, pra o plan paqe pa armë pushim. Dhe plan paqe pastaj vendoset armë pushimi. Pra jo armë pushimi dhe pastaj plan paqe, po plan paqe plotësisht dhe në fund vihet armë pushimi. Ata rusët e kanë vënë pikat mbi që në takimin e Alaskës. Ke parasysh që ne kemi diskutuar që presidenti Trump kur hyri i bëri presion me 15 gusht, i bëri presion për një paqe dhe pastaj plan, dhe kur doli pastaj tha duke folur që ekonomia amerikane dhe ajo ruse mund të rinjësin. Dhe ka një deklaratë para disa minutash të presidentit Zelenski që thot delegacioni amerikan dhe Ukrainës në bashkëpunim edhe me europianët kanë saksuar 3 dokumenta kryesore që bën fjalë për një në funksion të ecurive diplomatike të zgjidhjes së konfliktit. Ka, me sa duket, do jenë 3 dokumenta që do jenë një paket për palën perëndimore, domethënë sepse kjo paketë do t'i kalohet palës ruse dhe nuk dihet si do të reagojnë ata. E para do jetë një dokument për garancitë e sigurisë, një dokument do të jetë për ndërtimin dhe një dokument për planin e përgjithshëm të paqes. Pra bëhet fjalë për 3 dokumenta kryesore dhe në përgjithësi është arritur në një farë mirëkuptimi, ndosë jo 100%, domethënë. Por nga ana tjetër delegacioni rus ka pretenduar që do na jepni këto dhe ku keni arrit në raport çfarë ndryshimesh ka nga plani 28 pikësh. Dhe ne do t'i marrim, do t'i shkojmë, t'i themi presidentit Putin çfarë reagimi do t'u kthejmë përgjigje. Domethënë Rusia përpiqet në çdo rrethan që mos të marrë pjesë në bisedime formalisht, por pa lëshuar dhe gjithmonë vazhdon me duke rritur kërkesat dhe sepse mendon që është në avancim, duke rritur kërkesat dhe duke shtuar presionin në front. Si ulet Evropa në këto diskutime, duke marrë parasysh se të gjitha agjencitë ndërkombëtare, ka edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës media që thonë se në fakt Putin 2026 ose më tutje mund të synojë përveç Ukrainës goditjen edhe të ndonjë vendi tjetër të Bashkimit Evropian, ndërsa rrezikun e një përplasje Rusi-Evrope ka thënë disa herë edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte në gjitha samitet dhe takimet që janë bërë. Pra kemi një Evropë e cila shqetësohet për çfarë po ndodh për Ukrainën, apo kemi një Evropë e cila më tepër se ç'po ndodh për Ukrainën synon që përmes këtij momenti të mbrojë edhe veten në të ardhmen në raport me Putin dhe me Rusi. Absolutisht, çdo interes i Evropës për Ukrainën, çdo investim i Evropës për Ukrainën lidhet me sigurinë e saj. Dhe kjo që thatë ju është plotësisht e vërtetë, jo vetëm se ka deklaruar Rutte dhe jo vetëm se kanë deklaruar liderit evropian, po që para disa ditësh ka dalë një raport i CIA-s, tjetër gjë që amerikanët e kemi përcjell, po. Një raport i CIA-s që thotë që synimi i Putinit nuk është vetëm Ukraina, është gjithë Ukraina dhe synimi i Putinit është ajo që ai ka deklaruar që domethënë Rusia do të jetë zotruese e ish Bashkimit Sovjetik dhe ish Evropës lindore të periudhës komuniste. Pra ky është synimi perandorak i Putinit. BRSS-ja e famshme. BRSS-ja, po edhe kampi socialist, si territore, si vendet ish komuniste. Pra këtë kërkon që këtu bëjnë pjesë shumë edhe nga të Evropës qendrore dhe të Evropës lindore. Dhe Shqipëria. Dhe normalisht, jo, ne jemi larg që nuk pretendon dhe i kene si vend ish komunist dhe si vend që dikur na vizitonte Nikita Khrushchev. Po ne ishim nga të parët, ishim tradhtarë të partë të se mos shkojnë larg në histori dëshirat socialist. Se mos shkojnë larg në histori dëshirat
nuk e besoj, ne normalisht jemi të përfshirë në çdo veprim sepse jemi vend antar i NATO-s, jemi vend antar i NATO-s edhe i Bashkimit Evropian jemi në rrugës drejt ose drejt finishit, po e themi, po i bëjmë edhe i çik qefin vetes. Dhe në këtë mënyrë pra synimi çdo investim që bën Europa shoh ka një lëvizje diplomatike në nivel evropian, sepse tash ndërmjetësi në këtë rast midis Ukrainës dhe Rusisë janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërkohë që ndërhyjnë europianët, kur ndërhyjnë europianët, Shtetet Bashkuara të Amerikës e ulin pak tempin e presionit që bëjnë ndaj Zelenskit. Mos ishin shtetet europiane, mendoj që presioni do të ishte shumë i madh dhe ky problem edhe mund të ishte mbyllur në aspektin me një farë gjysmë kapitullimi të Ukrainës. Pra i detyruar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por ka qenë këmbgulja e Europës, sepse pasojat e çdo veprimi, çdo tërheqje, çdo marrëveshje kapitulluese, mund të quajmë marrëveshje paqe si dushi, po ajo është marrëveshje kapitulluese, do të ishin pasojat do të kishte Europa. Pra kjo do të legjitimon edhe do të jepte goditjen e fundit rendit botror, këtij rendi që është vendosur pas luftës së dytë botërore, pra ku do legjitimohej që më i fuqishmi merr ato që do dhe më i dobti do humbas ato që ka. Pra edhe duket një lëvizje diplomatike interesante përpjekja e presidentit Macron për të vendosur takime direkte Europë-Rusi. Pra kjo është një kthim, është një zhvillim interesant i ditëve të hunit kjo. Sepse sipas Macronit tash ne nuk do rrim të dëgjojmë çfarë i tha Putini Trumpit dhe çfarë do na thot Trumpi ne. Më mirë ketë një komunikim drejt për drejt midis dy palëve. Kjo nuk dihet se çfarë efekti do të luajë. Jo është thik me dy presa në këndvështrimin tim, sepse kjo do ta bëj Putinin që të diversifikojë tash të bëj diversion midis në perëndim, pra midis Europës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës për të krijuar një përçarje. Nga ana tjetër kjo mund të ndikojë te Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra sepse ja ul atë rolin si negociator kryesor. Por gjithsesi ata europianët nuk duan të jenë pra të jenë në propavi të bisedimeve, po duan të jenë lider siç kanë qenë gjithmonë europianët edhe në këtë rast për zgjidhjen e konfliktit. Duke marrë parasysh një marrëdhënie e cila me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian dhe Evropës në përgjithësi duket disi e brishtë pasardhjes në zyrën e valet të Donald Trump, deklaratave shumë të forta që pati edhe së fundmi duke sulmuar drejt për së drejti liderët e Evropës dhe fakti që Trump në fakt nuk do organizma do më tepër shtetet kombë se sa organizma dhe mekanizma siç është Bashkimi Evropian. Ka një rrezik të ndikimit pro-rus dhe pro-serb dhe pro-kinez në Evropë, profesor? Pra mundet Evropa që përballë kësaj brishtësie që kanë marrëdhëniet aktuale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht qasjes së saj që ka qenë gjithmonë pro-perëndimore, të krijohen hapësira për të futur edhe ndikime të cilët për momentin quhen armiq të jashtëm siç janë Kina apo Rusia? Absolutisht kjo është e vërtetë që në farë mënyre me sjelljen që po bën presidenti Trump me raportet që po krijon me Europën, avash do ta hedhë Europën në prehrin e Kinës, sepse Europa ka qenë qendër e politikës botërore, nuk mund të anashkalohet kaq kollaj. Dhe Europa tashmë do të rivlerësojë raportet edhe në marrëdhënie me tjerët. Herë në fushën e biznesit normalisht që i ka vlerësuar me tarifa që u vendosën nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, me detyrimet që u bë. Gjithsesi unë nuk mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës do heqin dorë kaq shpejt nga Europa. Shiko, presidenti Trump i ka shpreh hapur ato që ka patur edhe nëpërmjet zëvendësisë së presidentit që ne dhe europianë nuk po ndajmë vlera të përbashkëta. Kjo është një katastrofë. Të mendosh që nuk po ndan vlera të përbashkëta me një qytetërim që mendoj që ishte njësh. Ishte një qytetërimi perëndimor dhe një rend botëror që bacën e kishin pikërisht në këtë qytetërim. Por është miratuar një dokument ditët nuk ka më shumë se sa 3-4 ditë, një dokument i rëndësishëm që është akti i autorizimit të mbrojtjes kombëtare. Po, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Strategjia kombëtare, strategjia për mbrojtjen kombëtare. Strategjia është tjetër. Se u miratuar strategjia ditë fundit. Është politikë, është strategji, është afatgjat. Kurse ky është dokument veprime konkrete. Vendimarrës, më tepër se sa udhëzues. Vendimarrës është me hesape, nxjerr në fund sa duhet të harxhohen, sa buxhet u jepet qeverisë, edhe në këtë dokument është shpreh hapur, domethënë mbështetja për Europën,
Pra, por sidomos edhe për Ballkanin. Bile ne na intereson pjesa jonë, po aty thotë që nuk do ketë ndryshim territorësh, pra duhet luftuar ndikimi rus dhe kinez në Ballkan etj. Pra, nuk është se politika e Trumpit do duket në fund të vitit 2026 nëse ky dokument bëhet vit për vit. Patjetër. Nëse do bëhet ky dokument në fund të 2026 për vitin 2027, nëse do të përkthej politikat apo strategjinë e sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Trumpin, atëherë do të thotë që këtu përfundimisht do jetë ky divorc i madh në fushën e sigurisë. Por nuk do të harrojmë që Amerika vitin që vjen ka zgjedhje mes mandatesh dhe mund të ndryshojnë raportet dhe sepse kjo pastaj kërkon votat në dy dhomat, edhe Kongresin dhe Senat. Pra, pavarësisht se nuk është se mund të tërhiqet kaq shpejt, mendoj. Nga ana tjetër, nga ana politika, unë them që pavarësisht kësaj Shtetet Bashkuara kanë interes dhe nuk do asnjëherë të divorcohen nga Europa dhe nga pjesëmarrja e tyre në NATO. Shikoj, çdo konflikt që mund bëhet nesër në raport me Kinën apo në zonën e Indo-Paqësorit do t'i duhet se s'bën mbështetja e NATO-s. Derisa këto shtete po krijojnë aleanca midis tyre, Kina, Rusia, Irani, jugu global etj. Amerika do mbetet vetëm nëse krijohet kjo skizëm edhe me Europën, Amerika do mbetet vetëm dhe pastaj po si cilësoni pra edhe përballë këtyre deklaratave që ju thoni dhe përballë këtij rreziku të gjitha vendeve të tjera ndaj SBA-ve, deklaratat dhe thëniet që pati Donald Trump në raport me liderët e Evropës? Se ishin relativisht forta. Janë deklarata, apo Trumpi në vetvete është do t'i marrim pak me rezerva deklaratat. Trumpi tha që do ta pushoj luftën prej 24 orë. Kështu që ka i çik inflacion në aspektin 12 muaj, po mund të kalojë 24. Ka i çik inflacion, kështu që tashmë edhe udhëheqësit evropian janë mësuar me këtë hiperbolizimin e deklaratave të Trumpit, kështu që unë nuk mendoj që duhen marrë shumë në konsiderat. Pastaj ajo ndërhyrja e tij ishte, po ta kish parasysh, ishte se ai po mendon që kishte rritur në maksimum presionin ndaj Zelenskit, por ishte ndërhyrja europiane, pastaj që e qetësoi, ishte samiti i Berlinit i para 10 ditësh ose një javë, që përsëri e dytëroi amerikanët që të ulin tempin edhe presionin ndaj Zelenskit, sepse përndryshe po mos ishin, unë thash në fillim, po mos ishin europianët, atë presionin ndaj Zelenskit do ishte maksimal dhe do detyroheshin për një, pra edhe në strategjinë e sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar e kanë mbylljen sa më shpejt e konfliktit, jo zgjidhjen. Se zgjidhja është tjetër dhe mbyllja është tjetër. Mbyllja është me detyruar me pranu kushet disfatiste. Patjetër, po kurse zgjidhja do të jetë që të gjitha palët në një farë mënyrë të ndahen edhe të kënaqen palët që janë konflikt. Profesor, flasim pak edhe për temën tjetër që paralajmëruar në nisje, çfarë po ndodh mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Venezuelës me deklarata dhe një retorikë shumë të ashpër të bërë nga presidenti Trump në raport edhe me Nicolas Maduro, teksa nga ana tjetër ai ka deklaruar se nëse përpiqet të tregojë forcë, kjo do të jetë hera e fundit, pra thot Trump për Maduron. Pra nëse Maduro do të tregoj forcën, kjo do të jetë hera e fundit që do të ketë mundësi ta bëjë diçka të tillë duke mos përjashtuar ndërhyrjen ushtarake në Venezuelë. Rrezikohet një përshkallëzim i konfliktit? Unë mendoj që rrezikim të konfliktit drejt luftës armatose nuk mendoj se do hyjë Trumpi. Nuk mendoj. Synimi i tij dihet, ai do të vendosë rendin të sigurinë dhe të ndërpresi dikimin në oborrin e pasëm të Amerikës, pra është ajo që lidhet me atë që quhet doktrina Monroe apo një doktrinë, Trumpi pak a shumë atë doktrinë ka, dhe synimi është që këtu të mos ketë ndikim fuqi tjera. Mos harrojmë që në Venezuelë ka ndikim të madh Rusia, ka ndikim të madh Kina, pra Rusia me armatim, Kina me investime dhe Irani përsëri me armatim, kështu që këto janë pickime në shpinën e Amerikës në aspektin e figurshëm, kështu që nuk mund ta lejojë Trumpi këtë. Arsyet i ka të forta sepse Venezuela është një nga qendrat e trafikut, nuk është kryesor, por është një nga qendrat e trafikut të drogës dhe ka qenë premtim elektoral i presidentit Trump që do ta luftojë trafikun e drogës që hyn në Amerikë, drogën që hyn në Amerikë. Nga ana tjetër janë disa kur ishte
presidenti para Maduros, Chavezi, bëri shtetëzime të fushave të naftës në vitin 2000 dhe një pjesë investime në fushën e naftës kanë qenë amerikane. Dhe nuk u morën vesh për punën e duke u marrë investitorëve amerikanë duke bërë ato shtetërore venezuelane. Venezuelane. Tashmë këto që po sekuestron Trumpi, këto anijet e këto gjitha janë pjesë e kësaj betejë të pambyllur që në vitin 2000. Unë nuk mendoj që synimi në këtë rast është pak a shumë ai impresioni që u bë në Panama. Panamaja u detyrua që t'i largoj kinezët nga administrimi i kanalit Panamas dhe nga ato biznese që ata kishin në kanal, po ta kesh parasysh ti nuk kemi ngjumë që presidenti Trump të flasi për kanalin e Panamas. Kështu që kjo do të detyrohet, ai do të detyrojnë Maduron që të dorëhiqet. Ka qenë që në Trumpin e parë, në mandatin e parë, Trumpi mbështeti një lider tjetër, që ishte kryetar parlamenti, di si shkoi, pavarësisht se nuk u arritën ato që në politikën amerikane, kështu që Maduro do të detyrohet të jap dorëheqjen. Në bazë kësaj politike duke shpallur organizatat e trafiku drogës edhe duke i barazuar me organizatat terroriste, presidenti Trump ka autoritetin për të autorizuar sulme të armatosura, qoftë të pjesshme pra, edhe inkursione toksore, po me pikat me synime të piketuara sakt, kështu që me këtë embargo të madhe, me këtë rrethim që i ka bërë Venezuelës, po të vazhdojë edhe pak do të kapitullojë vetë Venezuela. Çfarë ndodh me Maduron për t'ju rikthyer edhe historisë, çfarë ka ndodhur me liderët që kanë refuzuar ose u kanë dalë kundër SBA-ve, pas rrëzimit që ndodh me Maduron, nëse kjo ndodh profesor? Qofse ata u fol. Apo varet nga mënyrë si dorëzohet? U fol që ai ka bërë një bisedë telefonike me presidentin Trump. Ka zhvilluar një kemi trajtuar. Dhe presidenti Trump i ka bërë qartë, domethënë i ka dhënë garanci sigurie atij dhe familjes, edhe një entorazh i vogël, një bashkëpunëtor të ngushtë. Gjë që është refuzuar nga Maduro. Ai është refuzuar. Në fakt fillimisht ai nuk e refuzoi, ai tha që shiko, ta bëjmë me dy faza këtë punë. Pra, gjithsesi, qendrimi zyrtar i Venezuelës pas përfundimit telefonatës është që kërkesa refuzohet. Pavarësisht negociatave momentale që ka parë prezantuar diçka tjetër. Tash se sa do jetë synimi është nëse do krijohet një qarë midis Maduros dhe ushtrisë, po duke analistët amerikanë përcaktojnë këtë që duke qenë ushtria shumë implikuar edhe në trafikun e drogës, ndjejnë që mund nesër goditja do të jetë ndaj ushtrisë, kështu që këta janë në unitet, Maduro me ushtrinë. Nëse do krijohet një qarë midis Maduros dhe mbështetjes ushtarake, do ketë probleme edhe Maduro rrezohet kollaj pastaj. Por këtu kryesor mendoj që Shtetet Bashkuara nuk do veprojnë me ndërhyrje në shkallë gjerë, nuk ka interes Trumpi se të erdhin pushtet duke thënë që Venezuela nëse sulmon Amerika, po është e pamundur, është utopike, pyetje retorike dhe shumë që të bëhet. Pra si mbrohet, si vetë mbrohet. Venezuela edhe mund të mbrohet, armatim ka, nuk është puna është Shtetet Bashkuara nëse do bëjnë një model lufte, model Irani, kupton një 12 ditë, një 10 ditë, nuk fusin forca Amerika sepse mos harrojmë në Amerikën e Irani zgjatën vetëm disa orë sulmet e Amerikës, 12 ditë zgjatën në raport me Izraelin, po sulmi amerikan që decisiv për disa orë. Ata do ta bëjnë të besueshme që janë gati të godasin, mund të godasin pikat të caktuara, mund të godasin ato që quhet qendra rendesës, pra ato pika ku bazohet pushteti, për të ushtria, të shtabi i përgjithshëm tek këto. Justifikimin e kanë sepse këta merren me trafikun e drogës etj. Gjë që por mund struktura tjera i është hap rrugë edhe CIA-s të veprojë, ata mund binë kontakt me opozitën, mund të ngrejnë, mund të organizohen në protesta tjera, ka format tjera. Pra pa shkuti, nëse të gjitha këto nuk do japin rezultat, atëherë pastaj problemi është do të marrë rrugë tjetër. Dhe deri atëherë ne sigurisht kemi takime të tjera të drejtë për drejta për të diskutuar të gjitha. Faleminderit për kohën tuaj, profesor. Faleminderit. Ishte ky skanimi i të gjitha zhvillimeve të aktualitetit ndërkombëtar me profesorin e asociuar me zotin Xhavi Çalla, ekspert i çështjeve të sigurisë. Ne ndahemi për momentin, pas pak keni mundësi të informoheni me disa zhvillime nga sporti, ndërsa në orën 22 takohemi së bashku në edicionin e Drejt për Drejt dhe të plot të lajmeve të ditës.